Jemi në një transmetim të drejt për drejt të Breaking, vijon të jetë me mua në studio ish presidenti Bamir Topi e do diskutojmë në këtë pjesë të programit për një përplasje që ka pasur para pak ditësh ish kryeministri Berisha me ambasadorin e Bashkimit Evropian, por në nisje dua të ndalem tek ecuria e Shqipërisë drejt Unionit. Të hënën do të çelet edhe grup kapitulli i fundit, është i pesti në fakt, sepse 6 është çel më herët. Sigurisht Shqipëria në këto 33 kapituj nuk negocion për mbajtjen, por mbylljen, afatet. Rama është zotuar që në 2027 do të mbyllim kapitujt, deri në 2030 do të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Edhe komisionera për zgjerimin KOS u shpreh se Shqipëria ka bërë një progres të jashtëzakonshëm, duke qenë se brenda një viti kalendarik ka hapur të gjithë kapitujt. Ju e shihni, jemi në një sukses të tillë? Në fakt kjo ecuri pozitive duhet ta pranojmë që i dedikohet diellës. Kjo është sepse parafrimi i kapitujt kanë bëjnë shumë me inteligjencë artificiale. Dhe përveç këtij elementi bashkohor, sikur është inteligjenca artificiale, më vjen një shprehje që është shumë e vjetër, të paktën në Tiranë. Çfarë ndigjoj me vesh, tha lumi unë. Çfarë shoh me sy, mjeri unë. Problemi është ky. Ju a kam thënë dhe herë tjetër, ti ishte për mua në Europë, doja të isha dje. Se po të isha dje në Europë, nuk do kishte shans që një kryeministër, një kryetar partie të kalonte me simptoma autokratike. Ja, patjetër, sepse do ishe vend evropian. S'jemi, nuk jemi, shpresojmë të jemi, urojmë që të jemi qysh nesër. Por problemi është ky, duhet dallojmë. Ky është problemi i realizimit të parafrimit të grup kapitujve. Pastaj vjen një diskutim i natyrës politike. Por unë i uroj Shqipërisë progres, pavarësisht është njëri është tjetër. Kjo me shumë sinqeritet. Politika është tjetër gjë. Por unë jam nga ato zëra që them, zoti kryeministër, ke disa çështje që janë madhore për Shqipërinë. Me kaq pathos, entuziazëm që flet për grup kapitujt, duhet na thuash, ta kam bërë pyetjen edhe herë tjetër nga studiot televizive, sepse kontakt tjetër nuk kam. Çfarë do bësh për finalizimin, formalizimin e çështjes së pronësisë në Shqipëri, zoti kryeminist? Dhe unë nuk e di, në ditën që ne do të jemi antar të Bashkimit Evropian, unë nuk e di ç'lloj lloj kompatibiliteti mund të ketë çështja e pronës, ku çdo antar, qytetar i Bashkimit Evropian, çdo investitor, ka një bazë legjislative të unifikuar në vendet e tyre në Shqipëri. Apo do vazhdoj sërish historia, shiko, i ke me letrat e pronarëve të vjetër, me letrat e pronarëve të ri, a i ke të mbi vendosur, pra janë disa gjëra, mora një shembull. Se ka dhe shembuj tjerë, unë nuk duhet ta rëndoj. Unë jam nga ata që kudo që shkoj, kudo ku marr pjesë në përforume, nxis pas një lloj paragjykimi historinë e integrimit të Shqipërisë. Është detyra ime. Është detyra ime, është predispozicioni im, nuk e kam detyrë shtetërore, e kam morale. Por nga ana tjetër duhet ta themi, a është pastaj një politik që vjen si pasojë e situatës gjeopolitike, të nevojës që ka që vendet e Ballkanit të futen? Shumë mirë, le të futen. Por ai nuk duhet që të krijojë një kopertur që këtu gjithçka është mbyllur në mënyrë pozitive. Jo, ka shumë probleme. Unë nuk po them në problemet e pamundësisë që ka qeveria për të realizuar, sikurse janë pensionet.
apo histori tjera që Dhe aspekti ekonomik është shumë e rëndësishëm. Instituti i Vienës së fundmi bëri një raport ku ishin 53 vite larg. Të lutem, nuk po them të kundërtën. Sigurisht që shumë mirë, mora një element. Mora një element që ka në dorë absolutisht administrata. Ka në dorë absolutisht. Kam qenë ministër bujqësie në vitin 1996 dhe në atë kohë ne kishim një ritual që i drejtoheshim Ministrisë së Mbrojtjes për të bërë fotografimin ajror të pronave në Shqipëri. Në 90 jemi 30 vjetë mrapa. Kemi hedhur edhe 2 satelit, nuk e di cili është fati atyre 2 satelitëve, nuk e di. Parat janë dhënë me siguri. Po nuk e di cili është fati. Kemi edhe diellën. Tani të mos tallim, historia është do ta bëjmë apo s'do ta bëjmë? Dhe këte duhet ta thot në radhë parë kryeministri dhe duhet opozita të mos ta generalizoj historinë e reagimit politik që do vëm një foltor atje do flasim. Sa me fjalë u bë, do të fusish në lojë profesionistët. Po në rast se ti ke fut në parlament, një pjesë natyrisht janë profesionistë, nuk e përgjithsoj, por nuk është ajo trup që të ketë profesionist të fort, me emër publik, në të gjitha fushat, ku në çdo tavolinë të ketë respekt për fjalën e tyre. Dhe këtë duhet ta kërkojë opozita. E qartë. Besoj e keni ndjekur, ka pasur një përplasje para pak ditësh mes ish kryeministrit Berisha, deklaratat të tij përkundrejt ambasadorit të Bashkimit Evropian në Tiranë Gonzato, konkretisht në lidhje me orientimin e tij seksual, është pyetur pikërisht në studion e Grida Dumës ambasadori Gonzato, ndër të tjera shprehur se duhet të kthejmë faqen, por deklarata ishte e pakëndshme. Si e përcollët ju këtë përplasje në distancë, qëndrimin e ish kryeministrit Berisha ndaj përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në Shqipëri? Shiko, deklaratat politike që kanë një përmbajtje me një konotacion fyes, nuk e kam përdorur qoftë edhe një herë të vetë në jetën time politike. Nëse ka një rekord, një memorie për këtë punë, nuk do kisha kuraje të flisja sot. Por ambasadori i Bashkimit Evropian bëhet i ndjeshëm në momentin kur kjo kritik shkon në mënyrë personale tek ai. Si ambasadori i Bashkimit Evropian ai duhet ta shohë me vërejtje gjuhën fyse që bëhet edhe ndaj individëve tjerë, personazheve tjerë, duhet ishte më i ndjeshëm. Duhet ishte më i ndjeshëm. Dhe kjo është historia, me sa duhet histori njerëzore kjo që kur prekesh në lëkurë, ti reagon. Në mënyrë absolute jam kundër këtyre deklaratave fyse. Dhe se më vjen fare mirë se është një përfaqësues i lartë, ambasadori i Bashkimit Evropian. Por vendet e Bashkimit Evropian që përfaqësohen nga ambasadori duhet të jenë të vëmendshëm, me laps, me letër, kanë ekipin e tyre. Çfarë themi ne që kemi marrë sulme personale të tmerrshme dhe s'kemi pas asnjë lloj reagimi. Nuk është kjo histori kështu. Unë do i thoja, më vjen fare keq, për këtë histori. Por sa është e rëndësishme historia e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, aq është e rëndësishme të ruhet, të konservohet dinjiteti i qytetarit shqiptar që kur të shkojnë në zgjedhje të mos jeti frustruar, të mos jeti i dhunuar në zgjedhje, të mos jeti i futur në falsifikimin e zgjedhjeve. Në fund fare, kjo është shumë e rëndësishme. Dhe në këte unë duhet ta dëgjoj nga zërat e fuqishëm politik, qoftë edhe nga ambasadori i Bashkimit Evropian. Unë shpreh keqardhjen time, por zëri duhet jetë në 360 gradë. Ky është një moment, ky ikën kalo me një ndjesë iku. Problemi është
Cili është problemi që mbetet tu? Pyetja është, a kemi ne situatë zgjedhore si në vendet e Bashkimit Evropian? Po në Itali organizon Ministria e Brendshme zgjedhjet, edhe si kontesto kush. Sepse askush nuk e ka vesin e vjedhjes. Nuk e imagjinon njëri në një vend të Bashkimit Evropian që të vjedhen zgjedhjet. Atëherë nuk janë kaq të ndjeshëm këta të shohin çfarë po ndodh këtu? E keni thënë në fakt, gjatë intervistës edhe përgjigjen. Po tani të lutem unë jam evropian. E kam bërë pjesë time Europën që kur kam qenë adoleshent, duke dëgjuar gjithë emisionet e RAI-t. Informacion politik, informacion arti, muzike, dhe kam hyrë në 1986 për studime në Itali. E di unë fare mirë ç'është është Europa. Jam kthyer dhe kam tentuar gjithmonë në misionin tim, kudo që kam qenë, që të sjell frymë Europën në Shqipëri. Por këto janë paradokse të mëdha. Ne po shkojmë në Europë ndërkohë që kemi shumë probleme këtu. Dhe indiferenca apo kjo lloj politese që disa krerë të vendeve europiane japin pas një lloj kushti për qeverinë, pa prekur situata të tjera, kjo s'm pëlqen. E qartë. President Topi, shumë kënaqësi të kishim në studio. Faleminderit për kohën tuaj. Ne kemi përfunduar emisionin për sot, por edhe për këtë javë. Faleminderit që na ndoqët. Shihemi bashkë këtë hënën. Natën e mirë.